Trupi i pajeti 34 vjeçarit Eglant Koçi, i cili dyshohet se u vra nga miku i tij Armand Shakaj dhe u gjet pas më shumë se 2 javësh kërkime në zonën e IB-s, do të përcillet sot për në banesën e fundit. Ceremonia e varrimit do të mbahet në mesditë në Varrezat e Shëngjërgjit, ndërsa familjarët do të presin mbushëllime gjatë ditës së enjte, të premte dhe të shtunë. Instituti i Mjekësisë Ligjore ka konfirmuar përmes analizave të ADN-s se trupi i gjetur në fshatin Cëruj, në kufirin mes Tiranës dhe Elbasanit, i përket 34 vjeçarit. Identifikimi u bë pas krahasimit të mostrave biologjike të marra nga nëna e tij, duke i dhënë fund procesit të verifikimit shkencor. Eglant Koçi ishte parë për herë të fundit më 4 qershor në zonën e sheshit Vilson në Tiranë, teksa lëvizte me motomjet. Pak orë para zhdukjes, ai ishte filmuar edhe në një servis automjetesh. Një ditë më pas, familjarët raportuan zhdukjen e tij në polici. Hetimet quan në gjetjen e motomjetit pranë zonës së 5 majit, si dhe në identifikimin e vendit ku dyshohet se 34 vjeçari ishte mbajtur pas rrëmbimit. Sipas hetuesve, nga ambienti ku dyshohet se u mbajt Koçi ka dalë vetëm Armand Shakaj, i njohur me nofkën Man Dhelbra. Ai dyshohet se e ka vrarë 34 vjeçarin dhe më pas ka fshehur trupin në një çantë të zezë, të cilën e ka hedhur në një zonë të thepisur në Cëruj. Policia vijon kërkimet për 41 vjeçarin, i cili dyshohet si autori i rrëmbimit dhe vrasjes, ndërsa hetimet po vazhdojnë edhe për të zbuluar nëse persona të tjerë kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje. Edhe pas më shumë se 2 javësh nga krimi i rënë, i dyshuari kryesor mbetet në Arati, ndërsa familja Koçi jep sot lamtumirën e fundit të birit të saj.